se cilat shpesh herë janë ato arsye që një që vendos për me shkëput dhe imi kështu marrëveshjen e kurorëzimit. Për fatin e keq, sepse unë çdo prononcim timi që kom pas, edhe në kontakt kur jo me klientë të cilët kërkojnë nga unë që si avokatit i përfaqësoj lidhur me zgjidhjen e martesës, unë jam gjithmonë pro familjes, unë jam gjithmonë që të t'i kaluan problemet e vogla në mënyrë që të funksionoj familja, në veçanti kur ka fëmijë në mes. Megjithatë, konsideroj se ky trend i rritjes ka ndodhur para për shkak se tashmë ka ndryshuar mendësia, këtë rast jo për të qenë subjektive dhe për të anuar nga gratë, meqense jam gru vetë, mirë po tani më nuk ekziston ai koncepti gruas se bashkëshorti është ai gjithçka për te, domethënë, për shkak se është ngritë vetdia tyre, ato tani më punojnë, çfarëdo punë marrin dhe natyrisht kjo pavarësi qofte sado pak që tjetë, ju jep në ndërdijen e tyre një garancion të ekzistencës së tyre që munden vetë, domethënë, mi dalë, ndër arsye tjera po i referona përvojës time që kam, është shkelja besnikris. Domethënë nuk është se gratë janë gjithmonë kështu engjëj, edhe aty ndodh, mirë po qofte te burrat gjithmonë ka qenë tradit, mos jam ma fol sekondin grus, mirë po tani po më vjen mirë që edhe gratë kur kemi të bëjmë me shkeljen besnikris nga ana e burrave, domethënë ato nuk tolerojnë edhe nuk lejojnë që në martesën e tyre të hynë dikush tjetër. Kështu që janë këto disa arsye, mandej janë moskuptimet e ndryshme për botë, për jetën e përbashkët, edhe në anën tjetër rastet kur të smundja nuk mund të themi, për shkak se kur bëhet lidhja kurorës, gjithmonë domethënë zyrtari i shërbimit civil ju citon që martesa lidhet edhe bashkëshortet kanë obligim si në smundje, si në të mirë, në të keqe, mirë po në ndërkohë nëse përdoret alkooli, është mjaft trend edhe përdorimi substancave narkotike, të cilët përveç që sjellin një shkatërrim fizik të vetë edhe emocional të vetë personi, ata bojnë domethënë edhe shpenzime tjera, kështu që janë disa faktorë që ndikojnë, nga përvoja ime mund ta përmendi dhe faktin që ti referohem jo për t'i mbrojtur gratë apo për t'i arsyetuar, por ka pas raste kur gratë duke i parë bashkëshortet e tyre të cilët janë futur në obligime financiare për kundër faktit që edhe aty do gjithçka t'i kalohet bashk, por ata kanë bërë një anshëm, domethënë pa u konsultuar me bashkëshortet, edhe kanë pas 2-3 raste kur ato kanë ardhur dhe kanë thënë na nuk dojna me qenë pjesë e problemeve të obligimeve të tyre financiare, siç janë borxhet apo fajtet e ndryshme, apo sepse gjithat janë bërë pa bashkëpunimin e tyre, sepse martesa nuk kupton domethënë që gjithçka duhet të ndodhë mes dy çifteve për të ecur më përpara dhe të marrin përgjegjësi për fëmijët.